nature, vlog, culture, history, PN Channel. Kam një fjalë hapse qelse në një titull se si rastësia mund të kthehet në domosdoshmëri. Jemi këtu për të përuruar krijimtarinë relativisht shujëçare e disa planshë të Petrit Nikës. Pasi që dihet që Nika është livronjës jo vetëm i poezisë së suksesshme, por dhe i prozës së suksesshme dhe i studimeve, kërkimeve, analizave të suksesshme, estetikës, eseistikës apo dhe sprovave të natyrave të ndryshme. Ky përvërim i krijimtarisë së tij është i pari që ndodh sot. Dita e sotme ishte përzgjedhja e tij pas një kohe të zgjatur dhe disi në Muktir në lidhje me lexuesin. Pikërisht me rastin kuptim plot në ditën botërore të poezisë. Dua ta them me mungesë durimi që në krye të erës, që Petrit Nika është një siluet dhe profil pa ekuivok në mozaikun e vlerave të kateve të epërme të krijimtarisë letrare në rrafshin shqiptar. Ai përbën një gur dhe zullonjës me tonalitet të lartë, timbër dhe vokacion, me melodi lirike dhe epike, si dhe një kumbim original e bashkëkohor. Por shprehur kështu, kemi të bëjmë me një konstatim të përgjithshëm dhe padyshim s'kemi mbërritur ende te kodi e në çelësin për të hapur atë që në art nuk shfaqet në sipërfaqe. Në sipërfaqe shfaqet kriveci, siç do e përqente Plazgush Poradeci. Pas një krijimtari e shtrirë tashmë bajegi ndër vite, ka fituar lëndën ndoshta dhe sedimentin nga ujërat të tepta e pa përfunduar asnjëherë, përfundon në fillësira asociacionesh e konotacione apo derivate këto që estetikës së artit dhe kërkimeve drejtpërsosjes u akaqetin dhe u shkojnë për shtatë. Fjala ime në këtë rast është qelse dhe pa pretendimin e qelësit të kodit. Është marrë përsipër prej meje nga respekti, detyra e obligimi, të cilat janë pak të thuan, se veç mas këtyre, unë kam një dashuri për zirë me miqësi të atill për Petrit Nikën, sa mund të thuhet se të dyve na ka çuar në zonën sa të rrep të mushk, aq dhe të gjerë të vllazërisë. Ndodh jo shpesh, por ndodh që rastësia kthehet në domosdoshmëri. Para 3 ditësh, për disa orë në shtëpinë e mikut Shtrendet Dragolli, isha për vizitë. Mund të merret ose s'mund të merret me mend se si bisedohet kokë në kokë me të. Por kjo rrethon, natyrisht e monitoruar nga Sadia, shoqja e tij e jetës, dhe sigurisht jo për heqjen, por për vënien e etapës së shisheve të verës të Rakisë. Thash me qenë se rastësia kthehet hera herës në domosdoshmëri, librin e parë thuajse në adoleshencën e vet, Petrit Nikës, aso kohë, djalit shumë të ri nga Dardha e Pukës, ja ka përgatitur për botim Dritragolli me zonjën Sadie, e cila më thot shoku Axhi, e unë i them shoqja Sadie. Dritroj qesh e më thot shpesh, e mo gjike, t'ja marrën dhe një herë asaj këngës tënde të famshme, serenike të atë pjetë, si që ka qenë e do t'jetë. Por të vim tek libri i parë i djalit nga Puka, në titull Mëngjes në Alpe, dhe të shkruan Dritragolli në parathënien e tij për librin. Libri që kemi në dorë shpreh ndjenjat dhe dëshirat, gëzimet dhe hidhërimet që lindin nga raportet njerëzore dhe shoqërore. Këto ndjenja dhe dëshira reflektohen përmes fakteve dhe detajeve konkrete të jetës, përmes gjërave që vetë autori i ka parë apo dëgjuar dhe dëshiron të tregojë edhe të tjerëve. Ai synon drejt smirës dhe së bukurës, edhe pse jeta dhe bota janë të ashpra dhe të pamëshirshme. Tiranë 1996. Kam delegimin prej tij i dashur Petrit, prej Dragollit, që bekoj librin tënd të parë
dhe ndoshta ardhmërinë e tërë krijimtarisë në vazhdimsi. Njashtu, siç baba Ahmeti bekoi foshnjën e Devollit me emrin e parë që u vu në Shqipëri, Dritoror, e që s'ka të dytë. Të uroj prej tij dhe sa dijes shëndet e krijimtarisë begat, por dhe të falat e përshëndet. Dua të ngasë tezën e rastësisë e kam ikë ngushtë. Ai njeri më ka habitur e tronditur me një shkrim që kam lexuar fraza, edhe stili, edhe këndvështrinë shumë origjinale. Petriti dhe prej asaj kohe natyrisht u prodhua dhe misia e Nika Nana apo Anasietas. Por është i ftuar në Maqedoni nga publicisti Kim Mehmeti për promovimin e të parë me të, domethënë me Nikën. Diku para asaj kohe nuk më mbushi mendjen në kontaktin e parë. Vizualisht. Diçka kërkonte tek ty ndërhyrja disi me takt dhe për të mësuar se shqep njëri e me marifet e thova për kafe. Analizuar një shkrim të gjatë analitik për veprën e profesor Majkomit. Unë e falenderova i thash që kjo do të jetë surprizë e satisfaksion për të. U botua shkrimi dhe pati javon në qartë të larta krijuesish dhe studiuesish. E të mos përdore emra për shkak të tij, por i thoshin Majkomit se emri Petrit Nika mos është ndonjë pseudonim. E në fakt, ai shkrim analitik e të cilin Petriti po e vazhdon në formë studimi, e shkruar e vazhdon të shkruhet në Jaru, midis Levanit dhe Shtyllës, pra në një nga vendet e internimeve famkeqe. Por si një dytë e skeqes, Petriti banon atje, me prindërit në pleqëri të thellë dhe familjen në një infrastrukturë moderne që solli sistemi ynë shumë pritur e inovatorshëm, demokratiko-pluralist, që s'njeh pothuajse asnjë kriter vlerash. Por prap do të ecim me rastësitë që kthehen në domosdoshmëri. Një natë prej netësh, këtu e para 6 vjetësh, kisha dalë në mesnatë në atmosferën e një hemze të plotë e të magjishme që kishte dalë mitamor e ngjitej. Kse të shkreti brenda meje dhe shkrova këto radhë. Përthyerje, Petrit Nikës. Ti hënën e do, dëborën e brymra. Mjeguat ndër luvina. Në fillim të verës së vitit 1975, më 9 qershor lindi në darkë të troperës poeti i arshëm Petrit Zef Nika, që gjithë jetën do të mbarte me vete bukurinë dhe freskinë e mëngjeseve të Alpeve dhe figurat mitologjike fantastike e eposit të atyre viseve, për të fundur bashkë me to live të modernitetit, të letërsisë bashkëkohore në mënyrë spontane e të lirë. Gjatë viteve të shkollës fillore dhe të mesme, ra në sy të mësuesve, shpirti i tij krijues dhe vargjet e para filluan të qinë në sreshtave të librave me të cilët mësonte. Petrit Nika studioi në degën gjuhë letërsi në Universitetin e Tiranës, ku diplomua në vitin 2000, ndërkohë që krahas studimeve vazhdonte rrugën e krijimtarisë me pasion, të cilin e prorëzoi në vitin 1997 me vëllimin e tij të parë poetik, Mëngjes në Alpe. Fat dhe auguri i mirë për Petrit Nikën ishte fakti se redaktori i librit të tij ishte kolosi i letrave shqipe, Vitorov Agolli, i cili në vlerësim të autorit të ri është i shprehur. Libri që kemi në dorë shpreh ndjenjat e dëshirat, gëzimet dhe hidhurimet që lindin nga raportet njerëzore dhe shoqërore. Poetin gjithashtu shumë në zënë vitet 70-80 Xhelal Tosku nga Rogozhina, por kemi dhe miqt nga Gjirokastra, kemi Gjumin e zmrapsi ka ljarëvuar, në natën e mjegut me terë të ngarkuar. Krejt bota ka heshtur, lahut të shituar, vetëm ti rizgjuar.
Në dvasha për nasi të vinë në valle, terri të ravitet nga natë shtoj sovalle. Harpa e më nemosi në smenota korale, jehon në natë male. Në ditët që ikën askur se shpërpjekur të pyes njerë, je gjalla për vdekur. Larg syve të botës keqar sa je mekur nga moj prekur. Mes natës ta shkripesh në fund të një honi, nënd vashat e hirshme i mbledha vëlloni, asgjë s'mund të bëj as vet pigmoljoni, fligju ape ironi. Odiseut për Penelopën. E dashur Penelopë, në Troj mbaroi lufta. 10 vjet në Bejlek na priti shqeli i Lionit. 10 vjet kanë parë sytë e mi vdekjen të ullur këm kryq në mes të Eukris. Pranë ndetit armik dhe përmes sareve na bënte se hirë Poseidoni. 10 vjet, çdo natë hipnon si kujdeset dhe më sjell tek ti në një tak, te telemaku im, atë dashës, tek shtëpia jonë mbi kodrën e përdjelur, ku dallgëzojnë për jetë udhishtat tona hyjnore. 10 vjet, na këshollë të çdo dite i laj syt me ujërat e mjelta të nostalgjisë, kur i taka më tretet në det pas dallëve mërtore. Vitet më mësuan të llogarisë mirë kohën ndarëgësin dhe me gjitha dhimbjen. Ishte e rëndarje, por me rënd për burin që të kthej në atë dhe pa nga dhënjimin. Rëmbyer fortesës hyjnore të qytetit Priamit me e cila tash ka ngellur pa u thërmuar asnjë qaromile. Vitet më mësuan të llogarisë mirë aleancat, baljet e furishme, ku qeliku kërkon me ngull me venat e burrit. Vitet në mësuan të qaj në cep të flugës në vetëmi, mandej dhe me tërbim t'i sule murit të toradës krenare, kur mirat e ukur një herit flagrojnë mizërisht qelikun e tyre në kokët tona. S'ti them do të gjitha që hoqe me një letër, të shkruar në fushën e Ukris, disë vigmave të vdekjes e shtrenjta ime Penelopë. Tani që do të thehem e dashur, lutju Poseidonit që fluga ime të mos u mbas në skafellat e mjelta të ujgjeut Amesodheut dhe mbau ende e fort nëse vitet pa burr të kanë dhënë përballë me presionet, ligësit, laprodhit e parazitëve të dheut tim, që rinë për në hirit e gërgasin gra e fëmi. Pa e njohur randin e luftës, triumfin a disfatën përballje me burrat, jetë a vdekje për lavdi. Letra e Penelopës për Odiseu. I dashur Odiseu, kaluan plotë 10 vjet dhe ende unë t'i asgjë për fatit tëtë. Në i tak shkojnë e vinë flugat, me det, ca na thonë ka vdekur, ca na thonë në shmënd. Disa të regojnë bëmat e tua prej Dinako dhe Gajasin zhurmshëm duke pirë verë. O, sa pak kanë mbetur që i brejnë marat, nëse prap do të kthehesh gjallë edhe njerë. Pak janë ata që flasin për lavdi. Një mend janë pak ata që të nderojnë. Të krisurit ende të ndërndodhin. Por gratë i takës, o Zot, sa të mallkojnë. Pa burru mbetën të ngradhave shtëpit dhe fëmijët jetimu kanë bet.
Veç unë dhe i të birë, Telemako trinë, me sytë në detë kemi 10 vjetë, dhe flugët shkojnë pa pranës Brazil, e prapti kur kthehe në liman. Gjithmonë nga humbëtira vjen version i ri, me demet nga Troja sjellin lajm. Aq shumë na ka ngrimyer se unë nuk besoj. Por shpresa s'na ka lënë ende kurse si. Kërmez akoma i dashur të kujtoj, si atëherë, dhe s'të përfytyroj dot si që tani. Droga. Koha i gjatë dhe mungesa më kanë vënë tash perë të ndërsy. Portretin marsian mos o ta shkruaj, të kujtoj veç si dikur në rini. Kësodore sot, kujtime shtrazuar, pa shtutje një flug në hapësirë. Më pas, si Hermes duke nxituar, letrën tënde masori i të birë. Hemjera, ti kuptova travajet e luftës e rreshkull për mua, djalin dhe shtëpinë. Dobësit e flugës dhe tmerret e ushtës, plot vigma e qake pashe u krim. Nërsa do i dashur, unë di sa një grua, për tertet e luftës dhe mandin e burit, ndaj presni ta krejt e robëruar nga sytë e Telemakut dhe zgjetat e amurit. As nis mund të dirë se çmall ma ka vjerë në zemër shtë gëzim në gjithë këto vjetë. Netve kur në udhishta tona frynterë, a kur ndonjë flugës pardon të tej në dretë. E nga ta dish një zemra në largësi, kur nga largësia nuk beft as një kund, mu të kthej mbi heshtjes nis dyshimit e F7, gjersa arsye e mundët, dhe sallë për thunën e gjaktë dhe flimin, që e ktheu për jetë ngërmadh i ljonin. Mendja ma thot more burr bekimin, as një nga hyjt mbi ju s'do të platonin. Si mizur derdhët atëherë qytet Priamit, për çfarë? Bashmiras kush nga ju se di? Kur gruaja s'ka djeg në parëzën për burin, si a ulin kokën as një milu shtri. Mira gra në gjithë trojet e Helene, 10 vjet i morim qaf jo dalldim, e një gruaje pa erës në pall dhe rebele, që Spartës i përmjeri përmbi. Tash 10 vjet ishte i ditët në Itak, pa e qara s'kujt vajin e zemrës. Telemaku rrit, hela erdi u plak, rënkeq, të mbërthyer në fill të shpresës. 10 vjet e krejt fiseve të shenjta Helene dhe Trojës u flijua në qelikrinia. Druaj Odises ka fli që ta zbut zemërimin hynor për këto të këqija. 10 vjet. Me sytë mbërthyer dhe kumtira oqanit që zbret pa fundësi. Ende shpresoj dhe qaj fat kobin për mira krambetur dhe jusha kudo në Greqi. Mbretimi shtrejt. Biri Laertit s'të shkruaj do të më, veç pres me padurim. Mike qoftë për flugën tënde Valedetit, i ndritshmi Poseidon të ndift në udhtim. Edhe për dritarojë, ne kam votuar për të si dritarojë dhe i përndjem një dashurisë, një poezi brillante e tij, edhe reja dhe monologi të të morit, e kështu me radhë. Po me këtë ëndje që kam lexuar dhe vësinë dhe poezinë,
që thash, kam lexuar dhe poetin Petrit Nika, poesinë e tij, dhe prandaj kam shkruar për të me këtë rast të promovimit të krijimtarisë të idealizmit vizionare. Kumtesën, poezia e Petrit Nikës është shtëpia e qenies njerëzore. Në mesin e shumë fakulteteve të mendjes njerëzore, racionaliteti është fakulteti që i bën kufit imagjinatës të prekshme dhe që lejon atë të ndërhyjë në territorin e tij, pra të racionalitetit. Nga ana tjetër, fakulteti i imagjinatës ka kontrollin e vet dhe nuk lejon asnjë ndërhyrje racionale që ajo të pengojë çdo zhvillim të ndjenjës së shpirtërore. Vetë poezia është një ndjenjë shpirtërore shkallësimore. Ky është një realizëm i vërtetë dhe jo idealizmi i rrethë shprehjes konvencionale të poezisë. Këtu imagjinata është e kombinuar me elemente të vërteta të ekzistencës sonë, por në formën e një modaliteti krijues. Poezia është një ditë për dritë me vargun e lirë ku ne gjejmë gjeshmërinë njerëzore që kushtëzojnë vetë ndryshimin e habitatit shoqëror. Kjo analizë ngjiset tek ne nga poezia e Petrit Nikës, si një emocion i thellë që gjen mendimin racional dhe ky fundi gjen fjalë të fuqishme dhe të afruar për të komunikuar me njerëzit. Është një poezi që përkundet nëpërmjet racionalitetit dhe imagjinatës, që marrin dhe japin me njëri tjetrin në funksion të shprehjes ideave në bilimin e vetes. Tek librat poetik të tij, Qenia brenda emës dhe Shtëpia e qenies, ai e përgjigje dilemës hamletiane, to be or not to be, this is question. Ti jesh apo mos jesh, kjo është çështja. Në poezinë Qenia, në mosqenie ai vargëzon. Qenia në mosqenie, pa qenia do qëndroj. Kujtim të vetvetes pa sy dhe pa gojë. E lehtë nga mungesa vetveten do rëndoj mes hiqit pa nevojë. Dhe në poezinë Qenia brenda emës, ai mediton. Hapësirë të razuar me brenga dhe vjeshtës, plin, me nuanca mjegull lagështit, me vraj nostalgjike që prej fillim jetës, rritje pagane të realizët të sprasni. Dhe materja e lodhur nga prirja e rindërtimit shpërlahet e ambut në kujnoks të shremut. Asgjë nuk e ndalë në rrjedhën e gabimit, me zanafil ndoshta qëllimisht vjekur. Poezia e Petrit Nikës është e bukur sepse ajo është një poezi thellësisht dhe gjithësisht filozofi, por meditative. Kjo është arrin nga poeti me mjetet letrare që ka zgjedhur me kujdes në poezinë e tij të cilat janë alteracioni, që është përsëritja e tingëve, fillestar bashkëtingëllor në ndërtimin e vargut poetik dhe që jep vetë kuptim fjalës dhe vargut të tij. Konotacion, sugjerimet emocionale që bashkëngjiten fjalës poetike përtej përkufizimeve të tyre strikte. Kontrasti, krahasimi i gjërave që janë të ndryshme, metafora, një krahasim i nënkurtuar mes dy gjërave të cilat në fakt nuk janë njësoj. Gjua figurative, gjua e përdorur si figuracion, që detyron fjalën të marrë kuptimet letrare duke theksuar ngjyresën dhe muzikalitetin e tyre që sjellin ndjenjë dhe entuziazëm tek njerëzit. Hiperbole, një egzagerim i hermetizmit poetik, por si instrument i fuqishëm në shërbim të së vërtetës. Struktura mendore si përfaqësimi i gjuhës, talentit dhe i paditësimit të përvojës, si imazhi që shpreh dhe shpesh sugjeron një tablo mendore që përfaqëson një zë të veçantë në poezinë tonë shqipe. Ironia si një mjet letrar që zbulon kuptimet e fshehura të jetës bashkëkohore, gjua literare, që është thënë brenda poezisë dhe që është bazuar në realitetin e trisht shqiptar, e ndërthurur me krahasimet e përdoruara në mënyrë figurative. Metonimia, përdorimi i idesë së ndërtimit misionit poezisë të lidhur ngushtë me idenë e vetë të tij, pra të vetë poetit Petrit Nika. Simboli, një simbolik që ka dy nivele të kuptimit, një nivel të fjalë për fjalshëm dhe një nivel figurativ duke dhënë karaktere, objekte dhe ngjarje që janë simbolik në atë që përfaqësojnë dhe shprehin poezinë e tij. Mitologjia, pra miti që nuk krijon skena besnike apo fantastike, por që mbartë realitete dhe emocione të vjetra dhe të reja, si krime, keqardhje, ironi, tradhti, pabesi dhe sakrifica sublime. Muzikaliteti si timbull sinkronik i vjeshërimit poetik të tij. Vetë poeti Petrit Nika, për të na afruar dhe për të dashur me mjetet e tij letrare na thotë:
Një përvojë e këndshme për mua ka qenë dhe loja me alteracion. Është ndoshta një farë fonologjie të kuptimeve të parten përmes forcave shkruese që burojnë nga vetë madhështia e gjuhës. Alteracioni më ka mrekulluar me aftësinë e përshtatshmërisë së fjalëve në gjuhë për të qëndruar pranë me lidhje të forta kuptimore, madje edhe pa konektor. Qartësia e mendimit, pasuria e ideve, fuqia artistike dhe intensiteti kulturor e bëjnë poezinë e tij një ndjeshmëri dhe dobi të madhe për njerëzit. Arti dhe letërsia janë një perfekcion artistik dhe së të tilla ato janë një kombinim i cilësisë së punëve të zemrës dhe intelektit. Ato janë një simpati dhe dashuri për të vërtetën, me anë të cilë shpjegohet bota e qenieve njerëzore. Vitalizimi i ideve, gjizja shpirtit intelektual dhe mbrojtja së vërtetës janë në poezinë e Petritnikës parimësi që ndihmojnë dhe orientojnë ecurinë e jetës së bashkëkohore. Inteligenca krijuese, sensitive dhe integriteti humanistik janë bashkuar në mendimin e thellë dhe të shprehur nëpërmjet konstruktit të fjalës së bukur dhe na mbregullon kur e lexojmë. Këto dy virtyte të letërsisë artistike janë kujdesenca e shpirtit të madh të poetit Petritnika në poezinë e tij. Në trininë e poezisë së tij, emocion, mendim, fjala, ai bën kujdes me fjalën poetike duke ngritur atë në akt. Dhe ja poezia e tij fjala. Ndoshta vjen koha të thuhen të gjitha, shëstimet abstrakte të mendjes me fjalë. Dhe kumtet nga Buda, Shiva dhe Krishna të shpalosin gërshetat mistik nga dalë. Të vora fjala të dalë nga qenja në dritë, basi fjala olimpike Prometeu, mbi ujrat e errta të Hadit në dritë, hapësirat e plota gjenë frutave. Bukuria në poezinë e Petritnikës është një raport i drejt për drejt i semantikës së gjuhës dhe i fjalës së gjetër. Një unison i logosit me një stilistik që harmonizon larmin konceptuale me vetë qenën e poezisë. Është një poezi moderne që ndjepohet mes ekzistencializmit dhe prometeizmit, mes klasikës, simbolikës dhe trajtave natyrore dhe sociale. Është një poezi rebeluese e qenies njerëzore kundër të qenit çfarë është, pro të qenit çfarë duhet të jetë. Parimi i madh poetikë i tij është ndjeshmëria njerëzore për artin e poezisë dhe të letërsisë dhe njeriu si epiqendër i tij. Ky parim ndërlidh botën materiale me atë shpirtërore në funksion të katarsis estetik si ndjeshmëri humane në jetën bashkëore që gjallon. Krimtaria e poetit Petritnika ka qenë shoqëruar me dhimbje dhe mundime jetësore të tij. Por forca e tij në fushë të inteligjencës krijuese e gjen shprehje konkrete në mendimin e ndritur të Dostojevskit. Dhembja dhe vuajtja, thoshte Dostojevski, janë gjithmonë të paevitueshme për njerëzit me inteligjencë të lartë dhe zemër të madhe. Urimi i një zemrës dhe i mendjes për mikun tim, poetin Petritnika është rrugë të mbarë dhe plot dritë këtij universi të bukur poetik, këtij udhimi poetik të shkëlqyer dhe për të fshetat e letërsisë, kësaj poezie elitare që ofron shumë mundësi interpretimi, këtij teksti poetik të ndërtuar mjeshtërisht mbi bashkohore dhe antiken, e cila mbetet thesar i pashtëruar i letërsisë shqipe. Ju falenderoj për ndërtimin. Faleminderit Myzelian. Fjalën do t'i japim studiuesit Beor Gjoka dhe me këtë rast duhet të përshëndes edhe ardhjen dhe pjesëmarrjen të një miku të afërt të Petritit, pedagogu të gjuhës letërsisë shqipe, zoti Pyrsëni Ndreu, që është në krah të profesor Beharit. Kujtoj. Të them drejtën, tashmë me qenë pak si Iraki, sepse para kohë që vi, dhe gjithmonë ka marrë për librin, sot e quaj kredit veçantë. Dhe veçantësia ka të dy ato simbolika, është një poezisë. Mendoni për një moment si do të mos kishte poezi dhe poet, si do të ishte botë. Çfarë lodhish do të dëgjoni? Shkruaj që fjalë. Është ajo që na shkon në shkollë, në mendje, dhe na shpëton
ose gjithsesi duket sikur na shpëton dhe na mbron rezultateve. Përfitoj nga ky rast të uroj të gjithë poetët për ditën e poezisë. E gëzofshi ditën e poezisë, pse jo? Së dyti është po kaq e rëndësishme që në ditën e poezisë takohemi, bisedojmë për një personalitet të thosha të letërsisë. Ju që e keni ndoshta shqiptarianën mësore e tjerë dhe unë do të thoya që është një personalitet në kuptimin e parë të kësaj fjale dhe prandaj unë kam shkruar ca gjëra po arsye komunikimit për të justifikuar pikërisht kuptimin. Më detyron që më mirë të komunikoj kështu dhe të lejë me kjo mangut, por të paktën të përhej të rritje. Pse? Zakonisht qendrat janë qendra prezantuese kulturore. Fieri nuk fatashje shndruar në qendër kulturore e librit. Por tashmë është shndruar edhe në një qendër promocionit të autorëve shqiptarë, të autorëve të lënë para hartës. Dhe diku për të i thotë se kjo është shtëpia e librit, kjo është shtëpia e librit, kjo është shtëpia e poetit, kjo është shtëpia e autorit, kjo është shtëpia e shkrimtarit, kjo është shtëpia e artit të fjalës. Dhe falë, mbështetjes së pushkatit, falë mbështetjes së këtij qyteti që është shumë kulturtashës, shumë libërtashës, falë faktit që është rrethana e të qenit të një personaliteti në këtë drejtim, dhe kjo është një arsye, do thosha, e dytë, krejt simbolike. Dhe do doja ta përshëndes librin tim